Zituar, mos gabojmë datë 15 tetor në SPAK. Tani problemi është që në këtë vend ka ndodhur disa ngjarje që janë tronditse, do thoshja unë, për një shtet. Edhe tronditse deri në shkallën që u është lënë shteg edhe përsëritjes së tyre. Kam parasysh këtu ngjarjen e 2 prillit të Shkodrës të 1991-shit, kur për të ardhur sa më shpejt në pushtet Sali Berisha, i vrau 4 dëshmorët e Shkodrës dhe më të mërshmi atje ishte sepse ai bashkëpunoi dhe me agjenturat huaja, se ato vrasjet e 2 prillit ekzekutor faktikisht ishin serbët, ishin snajpera serb, që erdhën në ndihmë atija. Për ta bërë atë edhe që të bëshin zgjedhje tjera pastaj. E dyta ishin ngjarjet e majit 96-s kur u vra, domethënë vota e lirë dhe u gjakos opozita e atërshme dhe që solli pastaj si pasojë atë dëm të jashtëzakonshëm në 97-ën, rreth 4 miliard dollar që u vodhën shqiptarëve me firmat piramidale dhe këto, domethënë, u vodhën nga shteti i atërshëm, i cili i përdorte edhe për fushata elektorale, i përdori faktikisht ato lek që u mori shqiptarëve, por edhe për të paguar administratën e shtetit, sepse thoj se kishte rënë. Pra ishte ngjarje madhe në 97 me ato të vrarët. Dhe pastaj më njëherë ishte grushti i shtetit që u bë në 98. Tani, cili ka qenë roli Sali Berishës? Sali Berisha faktikisht ra nga pushteti dhe në 29 qershor ai mori vetëm 25% votave partia e tija. Dhe erdhi në pushtet Partia Socialiste. Berisha ishte presidenti i vendit, ende, sepse mandati i zgjaste edhe pa kohë. Dhe ai nuk dha dorëheqjen atë kohë, sepse mendja edhe deklarata që bënte ishin të tilla që mua ma muarën pushtetin joja bandat e armatosura në 97-ën dhe unë, kështu si që bën ata, do t'ua bëj dhe unë atyre. Pra, nuk ua jap pushtetin ose do t'ua marrë prap me dhunë, do t'ua marrë prap me luftë. Dhe na 29 qershori edhe deri në 23 korrik, ai nuk dekretonte datën e fillimit punimeve të Kuvendit të Shqipërisë të kohës. Një muaj e ca. Thjesht dhe vetëm që të qëndronte sa më gjatë si presidenti i Republikës, sepse që atëre filloi edhe të organizonte, të iniconte, të frymëzonte autorët e grushtit shtetit. Dhe e filloi faktikisht kysh në korrik këtë punë, kur ende, domethënë, nuk ishte konstituuar parlamenti, po kryeministri ishte i ndjeri Bashkim Fino, mori Saliu si president i vendit që ishte, Gardën e Republikës, policinë e shtetit e tjera, edhe arriti që i blokoi gjithë rrugët e kryeqytetit me forca, që të mos futesh, mos vinte askush në rrethet e tjera të vendit dhe donte që ta fillonte atëre grushtin e shtetit. Por Bashkim Fino me njerë, me ashtu siç dinte dhe ai të vepronte, i urdhëroi këto forca dhe arriti që Ishin dhe takimet që u bën president nga përfaqësues partive politike, ku e kanë bindur, ka qenë zoti Ceka e tjerë. Tani, atëre ky e filloi faktikisht, sepse në deklaratat që ka dhënë, konferencat e shtypit që ka dhënë atë kohë, Sali Berisha thoshte, e ka thënë hapur, që do ta kthej Partinë Demokratike në një ushtri çlirimtare të lirisë. Mirë, kalojmë te 98-a këtu.